Ish finaliste e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako është mjaft aktive në rrjetet e saj sociale. Së fundmi, Egli ka publikuar disa imazhe të freskëta ku shfaqet pranë këngëtares shumë të njohur Fifi. Të dyja janë në përgatitje të një bashkëpunimi muzikor, një këngë e re që pritet të publikohet së shpejti. Megjithatë, tematika e këngës mbetet ende një mister, por fancat janë të gatshëm të presin me padurim dhe të dëgjojnë këtë projekt të ri. Përveç kësaj, Egli sapo ka publikuar këngën e saj të parë pas daljes nga reality show, e cila është mirëpritur shumë pozitivisht nga një numër i madh djegësish dhe ka marrë komente mbështetëse për zërin dhe stilin e saj. Duket se Egli është duke ndërtuar një karrierë të qëndrueshme në muzikë, ndërkohë që vazhdon të jetë një nga figurat më të ndjekura nga publiku shqiptar. Nga ana tjetër, ne duhet të rikujtojmë se teksti i këngës që Egli ka publikuar është shkruar nga Fifi, dhe normalisht që është bazuar në historinë e saj të dashurisë brenda shtëpisë së famshme me fenomenin Gjesti. Se si po shkon lidhja e tyre, fancat nuk dinë asgjë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.